Më zgjedh presidenti i Gjermanisë. Edhe ku zgjedhet? Johannes Rau i SPD-s. Po. S'pasa pos koalicion me 10 partive. Po si ka pos ma pak, po megjithatë. Do më kur ai ka kur tani po qeveria tash votot. Është bile ai ka fituar vërtet, është vërtet. Ama është vërtet demos, veç pa. Nuk lejoj këtu dhe se kaloj sepse kancelari i Gjermanisë është njeri normal, edhe nuk ka shkarkon ministri lejoj profesor, sepse je ka thoni mikrofonin, vazhdo profesor. Je ka thoni diçka që s'korrespondon me leja. Nuk ka mujt vetë. Se nuk e shkarkon se Agim Veliun, nuk e shkarkon se Agim Veliun, nuk e shkarkon se Agim Veliun në ora 12 natës. Se shkarkon. Jo, kjo është e vërtetë. 12 natës e ka shkarkuar Agim Veliun në qeveri. Është momente normale. Se merrni vetë. Profesor, LDK-ja a priori nuk refuzoj të shkoj në qeveri, kurti. A mundëm tash, a më respektoni mua i lutëm? A më respektoni mua i lutëm? Se do ta moderoj disi këtë debat. Kurti ju tha që nuk na duheni në qeveri se